Kjo është harta, është ngjyrimi i hartës së Shqipërisë pas zgjedhjeve të 11 majit. Më vjen shumë keq që ekziston një hartë e tillë, edhe po ju risjell në vëmendje në këtë video për t'tregu se shikoni ç'a i bën politika shqiptarëve. E ka nda pjesën e Veriut me pjesën tjetër të Shqipërisë si me thik. Pra sikur ja një shtet tjetër atje sipër dhe një shtet tjetër këtu poshtë. Këtë mund ta bëj vetëm politika e cila ka qenë një nga elementet më agresiv të shqiptarëve të 30, jo të paktën 30, po të 80 viteve të fundit, që në 45-90 viteve të fundit. Dhe këtë e bën vetëm politika, sepse shqiptarët, pra Veriu, Shqipëria Mesme dhe Jugu, në çdo aspekt tjetër janë të shkrirë dhe bashkëpunojnë në mënyrë të shkëlqyer. Pra, edhe familjarisht, edhe nga ana artistike, sportive, ku diun, biznese bëjnë me njëri tjetrin, vetëm politika shikojeni si e ndan Shqipërinë. Edhe sikur të fitonte, po them, PD-ja i çik më shumë, prapë çik më poshtë do ishte diku këtu. Prapë do ishte e ndar. Është një gjë që të krijon një ndjesi të keqe kur e shef, me thënë drejtën. Mua më krijon një ndjesi shumë të keqe. Tani do të thoni kujt i plasë çfarë ndjesie të krijon ty. Po unë po jap mendimin tim, ndoshta edhe nuk ju intereson kjo që po them. Por për të kuptuar se duhet ishte e kundërta. Në fakt politika duhet ishte një shpërfaqje idesh, shpërfaqje bashkëpunimesh, shpërfaqje si më thon projekte të reja, ndërkohë politika po na del si përçarsja më e madhe e këtij populli, po themi, apo e jona. Dhe më vjen jashtëzakonisht shumë keq për këtë. Nëse ishte thjesht mendimi im, ju pastaj edhe mund të komentoni kundër, po kush është pro, është pro, kush është kundër, është kundër. Ciao.